si bie, Pardie i bie, të Enjten i bie. Në Kongresin Amerikan është bërë seanca ku është zbuluar gjithë dokumentacioni që Fauci me shok kanë mashtruar shtetin Amerikan dhe sidomos FBI që po vënë hetimin për origjinë e virusit dhe për rolin e vaksinave dhe shumë gjëra të tjera. Sa po ka plas bomba, po ende vazhdon e vale e shpërthimit, sepse mbas këtij momenti FBI është detyruar të nisë hetimin për arrestimin e personazheve në fjalë. Për shkak se është vërtetuar mashtrimi. Në Amerikë ka i ligj që ti s'mund të mashtrosh para Kongresit dhe Senatit. Pasi te Kongresi dhe Senati mund të jenë kapura nga çufut, po kanë ca rregulla loje, s'mund të gënjesh. Dhe o do të përdorësh amendamentin 5 që të ngjallësh dyshim, ose je detyruar si thosh të thuash vërtet. S'mund të gënjesh. Është vërtetuar që kanë gënjur dhe kanë mashtruar FBI që të mos hetonte origjinën e virusit që ishte laborator. Dhe mu më shkruar 30 ditë në Tiranë, Facebooku im, në atë kohë, kur unë thash që ky është virus laboratori. 30 ditë.